Unë kam punuar në Ukrainë rreth 4 vjet e gjysmë. Në çfarë periudhe? Nga 2018 deri në fillimin e luftës. Në çfarë pozicioni ishit aty? Kam qenë në misionin OSBE-s, pikërisht për monitorimin e konfliktit në Donbas. Në Donbas, po. Ajo që ishte edhe shkaku i fillimit të teorik. Po, misioni special i OSBE-s ishte për të monitoruar zbatimin e marrëveshjes Minsk 2. Sepse kemi 2 marrëveshje, Minsk 1 dhe Minsk 2. Po. Nga konflikti i 2014 dhe 2015. Dhe natyrisht që ishte një mandat i kufizuar, pra ishte thjesht brenda kuadrit të monitorimit të marrëveshjes dhe njëkohësisht bënte të mundur edhe dialogun mes palëve. Pra kishte një format, quhej formati 3 palësh, ku ishin 2 republikat e vetë shpallura, Donetsku dhe Lugansk, e vetë shpallura dhe Ukraina, mblidheshin në her pas here për të diskutuar dhe me ndërmjetësimin e OSBE-s. Natyrisht OSBE-ja, kjo misioni special që ishte, ndërmjetësonte bisedimet. Dhe kjo ishte për të zgjidhur problematikat e ditës më shumë se sa për të zgjidhur konfliktin. Pra, sepse kishte probleme nga më të ndryshme në terren, sepse ishte ndarë pjesë e terrenit, njerëzit ishin ndarë në 2 pjesë, rrugët ishin shkatruar që lidhnin 2 anët, hekurullat gjitha, njerëzit që merrin pensione në krahun, që kishin ngel në krahun tjetër, pensionet e merrin në Ukrainë. Por mirë, duhet t'ju pyet diçka. Flitet që Putini e filloi ofensivën për shkak sepse ushtria ukrainase po përgatitej të shpërthente një ofensiv për pushtimin e këtyre 2 republikave. Ka fakte për këtë? Një ndër arsyet që nxjerrin rusët thonë që bëhet fjalë për një ofensiv që do ishte e përgjashme kundër republikave separatiste. Është vërtetuar, sepse misioni special i monitorimit i OSBE-s ishte një mision që funksiononte 24 orë në 24, pa ndërprerje. U vërtetua dislokim trupash dhe armatimi në këtë periudhë? Nga ana e Ukrainës. Nga ana e Ukrainës. Nuk kishte. Dhe kjo nuk rezulton e vërtet. Ndërkohë nga ana tjetër, diku që në pranverën e 2021-shit, në kufit e Rusis pati një grumullim forcas, pikërisht ato forca që kaluan në agresion. 180.000 që grumbulluan në Bielorusi. Po, afërsisht, sepse me anë të satelitëve, thjesht mund të llogaritej numri nëpërmjet çadrave që ishin të ngritura, sepse njerëzit natyrisht nuk mund të mbrohen dot, dhe afërsisht mendoj që ishin diku te 160.000 trupa, llogarit dhe 20.000 trupa që mbetën mbas stërvitjes në Bielorusi. Dhe sepse nëse e mbani mend në fillim të agresionit, mendimi ishte që Rusia do ta pushtonte për 3 ditë Kievin. Po, mendoj që do binte qeveria. Po, dhe drejtimi më i afërt ishte pikërisht nga Bielorusia. Dhe ata u ofruan me trupa parashutiste, gati morën edhe Hostomelin. Por nuk u provua, pra paktën nuk ka asnjë lloj prove që Ukraina kishte një qëllim të tillë, absolutisht. Ishte përkundrazi, unë nga që kam qenë atje, e njoh shumë mirë situatën, mbaj mend që edhe kur shërbimet sekrete, britanike, amerikane dhe të Estonisë, deklaruan hapur, hera parë që bëjnë një deklaratë të tillë që do kishte një sulm rus ndaj Ukrainës, në Ukrainë, gjithë leadershipi politik mundohej që të ruante qetësinë, mos krijonte panik në popull. E di, pati edhe një deklaratë Zelenski 2 ditë përpara që tha ç'është ky. Po, natyrisht. Ai nuk është se nuk i besonte dhe nuk e dinte. Çështja ishte që nuk donin të krijonin panik në popull. Dhe natyrisht që përgatitjet ishin. Ne shikonim të paktën 1 vit përpara agresionit në frontin, në vijën e ngrirë të frontit, në lindje, pati një... Në Donbas. Në Donbas, po. Pati një farë pauze. Me fjalë, nuk kishte më shkëmbim, kishte shkëmbim zjarri, sepse kishte çdo ditë. Shkëmbim zjarri, nuk kishte lëvizje,
por njerëz vriteshin çdo ditë, plagoseshin. Dhe vitin e fundit pati një pauzë, pati një rënje. Ne bënim këto krahasimet, kur bënim raportet dhe analizat, shikonim edhe trendin si kishte qenë. Dhe pati një rënje, dhe kjo ishte një, si thua, ishte një qetësi para shtuhisë. Dhe ajo që duke ishte pikërisht, ishte grumullimi i forcave në krahun tjetër nga Rusia, që pretendonte që ishin për stërvitje. Në fakt ato ishin marrë nga lindja, nga armata e lindjes, dhe ishin zhvendosur. Natyrisht ushtarëve nuk u ishte thënë asgjë. Ushtarët edhe ditën e sulmit nuk kanë ditë asgjë se çfarë po bënin. Po, shumë nga intervistat që janë marrë më vonë, ata pretendojnë që nuk e dinin edhe që kishin hyrë në territorin Ukrainës, në kolonat e tyre. Njëri drejtimi ishte thënë, drejtimi të Veriut ishte thënë që do hymë për një stërvitje. Po. Edhe ato mendonin që ishte stërvitje, dhe kur ranë në zjarrin e trupave të Ukrainës dhe po vriteshin, atëherë tha që është kjo stërvitje. Edhe kjo tregon një farë mënyre, është thënë edhe në atë kohë, në fakt. Është thënë që Rusia e mori shumë lehtë. Po, mendoj që do të binte me njëherë. Mendoj që do ishte e njëjta situatë si me Gjeorgjin, që thjesht do bënte një parakalim trupash edhe. Po. Më falë, do doja të dija, kjo luftë e cila tashmë po bëhet 4 vjetë, avash, 3 vjetë e gjysmë, ka hyrë në vitin e 4. Tregoj një dobësi të ushtrisë ruse. Absolutisht. Askush nuk e mendonte që do ngeste në batak dhe absolutisht. Fuqia nr. 2 në botë do gëzoj kur merrte një fshat me 2000 banorë. Absolutisht. Është e vërtet, konsiderohej fuqia dytë në botë, fuqia dytë ushtarake. Arsyet duhen kërkuar tek mënyra se si është menaxhuar. Duhet kemi parasysh që presidenti i Rusisë tani po bën rreth 25 vjet që është në pushtet. Në atë kohë kishte rreth 20 vjet, 22 vjet. Dhe radikalizimi i tij, politikës së tij ndaj fqinjeve nuk ka ardhur për një herë, ka ardhur gradualisht. Fillimisht ka qenë i moderuar, ka patur marrëdhënie tentoi të mbyllte gjithë problemet kufitare. Konstante edhe me NATO-n edhe me fqinjet, dhe në graduale, duke filluar nga konferenca e sigurisë në Munich në 2007, aty ka filluar pika e kthesës. Dhe duke mos i besuar shumë njerëzve, ai grumulloi rreth tij kryesisht njerëz që ishin marrë, pra njerëz shumë të afërt tij në politikë, i vendosin në pozicione kyçe dhe gjërat që duhet diskutoheshin të zëmë në qeveri, ai diskuton pikërisht me këtë stafin e ngushtë. Po. Dhe arritën në një pikë që edhe kjo është karakteristikë e regjimeve të tilla, njerëzit që e rrethonin i thoshin atë që ai donte të dëgjonte. Siç na ndodhi ne me tuzimin që është rreth. Natyrisht ato i thoshin që Ukrainën e marrin për 3 ditë. Sa të na bëj rruga, bile do na presin edhe me lule njerëzit, sepse mezi presin të çlirohen. Dhe kështu që pati masa aq sa që unë nga ana profesionale jam tërësisht, me fjalë mendoj që nuk mendoja që do ishte në një shkallë të tillë, pra do shkonte në një agresion në shkallë të gjerë pa përgatitje. Shko, edhe të një front i tillë ku ishte rreth 4000 kilometra ata sulmonin vetëm me 100, afërsisht 1700. Po 1200 është aktualisht, domethënë. 1700 kilometra ata sulmosh me 180.000 trupa, 160.000 trupa. Po, pra kjo ishte profesionalisht është e pa, domethënë ja kishin mbushur mendjen që aty do na presin me lule, është thjesht një shëtitje, siç e menduan italianët në Shqipëri, meqense jemi në sapo festuan pushtimin italian. Po. Realisht kur dolën këto njoftimet në shtyp të shërbimeve inteligjente amerikane dhe britanike që do sulmoj, nga pikpamja profesionale ishte pikërisht kjo që na duke e pamundur
që me 180.000 trupat pushtonte Ukrainën, pra dhe sikur Ukraina të dorëzohej, ishte e vështirë të administrohej një 600.000 km2. Një territor aq i madh me aq pak trupa. Kështu që nga pikpamja profesionale realisht unë jam zhgënjur nga mënyra se si ato kanë vepruar. Do të thënë edhe si trup policore ishte e pakët. Absolutisht, sepse kur pushton një territor, një shtet, ti rrëzon rendin që është. Dhe një nga detyrat që ka ushtria që pushton është të ngrej, të vendosë rendin e ri, pra të marrë, të kryej ato funksionet që ka shteti. Kështu që këto nuk mjaftonin as për atë punë, me fjalë. Mbaj mend një general italian që thoshte neve kur hym në Kosovë ishim rreth 5-600.000 trupa për një territor vetëm 10.000 km2 me një fuqi si ajo serbe e cila ishte shumë e vogël, sepse kërkoi administrimi i trupave. Domethënë mendonim, thoshte, që do na duheshin në rast të një konflikti 5-600.000 ushtarë në terren. Ndërkohë që në gjithë atë Ukrainë këta u futën me 180.000 veta. Megjithatë është një gafe madhe e trupës planifikuese ruse, apo jo? Absolutisht dhe është një... Që ky Gerasimovi me atë doktrinën e tij mbaj si një gjeni... Por nuk është vetëm Gerasimovi, sepse ai realisht është një nga profesionistët, por çështja është sistemi që është ngritur, është sistem, nuk është... Sepse, si që thash, nuk është e lidhur vetëm është edhe me motivimin. Një ushtri që nuk ka një motiv, sepse kur u kuptuan që kishin sulmuar Ukrainën, një pjesë e mirë e ushtrisë, nuk e pranonin dot, me fjalë. Sepse, po ti shikosh ata kanë popullsi të ndërsjella, të tyre, kanë marrëdhënie shumë të afërta, kanë patur marrëdhënie shumë të afërta. Llogariteshin rreth 3 milion ukrainas që jetonin për arsye biznesi, apo shkollimi, apo punat ndryshme në Rusi dhe kishte po kaq një numër të tillë rusësh që në Ukrainë. Pra ishte një shok psikologjik. Absolutisht, pra edhe ushtria dhe forcat armatose duhet të kenë një motiv. Është njësoj si në 97 në vendin tonë, që ndodhi, jo keni parasysh që shumë njerëz fajsojnë forcat e armatosura. Forcat e armatosura nuk kanë faj. Nuk janë forcë policeske. Nuk janë forcë policore, nuk janë forcë për të përdorur për qëllime politike të brendshme. Është një forcë që është ngritur për të mbrojtur vendin, janë edukuar gjithë jetën me atë. Dhe kur i thua që ti do përdorësh për një qëllim të brendshëm politik, natyrisht që veprimi më normal që mund bëjnë është të abstenojnë. Dhe atë bëri ushtria, pavarësisht se... Po. Jo më kot shumë vende e kanë të ndaluar përdorimin e ushtrisë në politikën e brendshme. Amerikanët, për shembull, kanë ligje që e rregullojnë këtë, por ne vinim nga një përvojë e kaluar që ne kishim kategorikisht të ndaluar. Pra ne ishim edukuar. Amerikanët mund përdorin gardën kombëtare, po jo trupat e rregullta brenda territorit amerikan. Po, natyrisht garda ka jurisdiksionin e veprimit brenda territorit të shtetit përkatës. Dhe pastaj me lejet posaçme kalojnë edhe në shtetet tjera. Shtetet amerikane. Po, unë kam punuar edhe në Shtetet e Bashkuara një kohë, në Komandën Qendrore Amerikane dhe në kohë emergjencës civile, atje kryesisht ishte periudha e hurikeneve, dhe evakuoshin popullsi me miliona njerëz, aty ku parashikohej kalimi i hurikenit, dhe evakuoi popullsia, dhe natyrisht garda e Floridas merrej pikërisht me këtë organizimin e evakuimit, dhe vinte pastaj garda e New Jersey-t hynte për të marrë në ruajtje objekte pasurinë publike edhe private. E kuptoj. Do edhe dija për sa i përket kësaj lufte, e cila më duket se i ndryshoi pak konceptet e luftës. Pra, nuk jemi më me atë luftën ku ti e ke asimetrike, 5 taliban me shapka. Ndërsa tashti ke 2 ushtri të mirë armatosura, të mirë trajnuara. Absolutisht, është lufta e parë mbas luftës së dytë botërore, mbas luftës së Koreas. Më saktësisht, është lufta e parë me front të rregullt.
Pra, ose edhe lufta e parë në Evropë, në fjalë e tillë. Për fatin tonë të mirë, Evropa ka qenë në qetësi deri, ka ekzistuar lufta e ftohtë, por nuk ka patur luftë. Por kjo është një ndërthurje, në fakt, e luftës moderne me luftën klasike. Duke ju referuar mënyrës se si është vepruar në terren, por edhe humbjeve dhe mënyrës që janë përdorur njerëzit, mund të përmend vetëm inkursionin e Kurskut që bën ukrainasit. Ishte një veprim shumë i zgjuar, sepse u dha kohë, shfrytzuan një dobësi në mbrojtjen e kundërshtarit. Kape një territor, pra atë që mendohej i papushtueshëm. Dhe Rusia bëri ç'është e mundur, përdori fuqi njerëzore. Me fjalë, aty pa frikë, minimalisht, mund të dilin jashtë luftimit rreth 1000 ushtarë rusë në ditë. Pra, u përdorën, si të themi, mish për top. Pra, fronti lëvizte si luftën e dytë botërore që ishin njerëzit, jo armatimi. Pra që edhe shkonin deri në kacafytjet, se mbaronin edhe fishekët në luftën e dytë botërore. Pra, pak a shumë është një ndërthurje e luftës klasike me luftën moderne, sepse kemi gjithë këto elementet e luftës kibernetike, dronëve, përdorimit dronëve. Ukraina tani ka filluar të përdor edhe robotët, pra për të kursyer jetën njerëzore, jetë njerëzisht të ushtarëve të saj, ka ecur shumë përpara me teknologjinë e robotëve që luftojnë në front. Janë, si thua, makina, kanë të montuar armatim të lehtë dhe komandohen në distancë, janë shumë rezistente, janë të blinduar natyrisht, armatimi mbrohet, është i blinduar, janë shumë rezistente, janë jo shumë të mëdha, nuk japin shumë figurë për t'i goditur, dhe kanë patur sukses. Ky është suksesi i dytë mbas dronëve. Sepse fillimisht ne kujtojmë që dronët shkaktuan një panik shumë të madh në radhët e ushtrisë ruse. Dhe vazhdojnë. Aq sa arritën, tani ka dhe dilema edhe për ligjet që rregullojnë robërit, kapjen e robëve, trajtimin e tyre, dhe tani ushtarët rusi dorëzoheshin dronit. Është e paparashikuar nga Konventa e Gjeneves, sepse Konventa e Gjeneves thotë që një ushtar kundërshtar kur hedh armën dorëzohet, duhet ta marrësh robë. Por në këtë rast si do e marrësh robë, sepse është një dron që komandohet me kilometra larg, me 10 kilometra larg. Dhe çfarë do bësh? Do azgjësosh, do e lësh lirë? Kjo është dilema. Pra, kjo është një luftë që ka nxjerrë shumë gjëra të reja, ka qenë një ndërthurje e modernizmit, luftës moderne, me luftën klasike. Luftohet për një pllën tokë, siç ka qenë luftën e dytë botërore apo në luftën e Koresë. Është frika që ushtria ukrainase mund të kolapsohet. Të paktën disa analistë përmendin dhe rusët thonë nuk çajnë frontin sepse nuk duan që të kolapsohet ushtria ukrainase dhe qeveria ukrainase, sepse pastaj nuk do kenë një interlokutor përballë. E vërtet është kjo? Nuk besoj. Nuk besoj, sepse unë dëgjoj shpesh që shumë njerëz, për fat keq dëgjoj edhe nga profesionist. Flas të profesionit tim, që ne na lejohet që të rrëshqasim ta zëm në fantazira. Shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, po shikoj që në botë shumë veta janë bërë analizë ushtarak, harrojnë që ky është një profesion më vete që kërkon 4 deri në 8 vjet shkollë, specializime e tjera. Dhe e kisha fjalën te kjo që e dëgjoj shpesh që thonë që Rusia nuk don, se po të doj, me fjalë edhe poshtë, natyrisht. Si do të donte një shtet të turprohej ushtarakisht, siç është turpruar Rusia sot? Po thonë që nuk e ka hedhur gjithë potencën e saj. Absolutisht. Të vetme gjë që nuk ka përdorur ushtria ruse është arsenali bërthamor, bakteriologjik dhe kimik. Dhe natyrisht që ka dhe forcën ajrore që është përdorur më pak. Për arsye,
Pra, tani nuk ka më inkursion ajrore brenda territorit të Ukrainës. Ka në territorin e Ukrainës, por në territorin e pushtuar. Arsyeja është mbrojtja kundërajrore e Ukrainës është shumë efikase për arsye të raketave që është mbështetur nga perëndimi, nga vendet perëndimore. Dhe ka patur një numër të madh avionësh të rrëzuar. Kështu që Rusia nuk i ka angazhuar më këto dhe përdor më shumë dronë se sa avionët dhe pra e kisha fjalën të kjo që është më shumë i papërdorur forca ajrore dhe arsenali i armëve shkatrimit në masë. Sa i përket armatimit tjetër, ne gjithë jemi dëshmitar, e dim që Rusia u detyruar të blente jo vetëm armatim të lehtë, por edhe raketa nga Irani dhe Korea e Veriut. Po. Që do të thotë stoqet që ka patur, kanë shkuar drejt fundit. Dhe prodhimi vendas nuk arrin të mbuloj atë që kërkon fronti. Po. Kjo është arsyeja dhe do jetë në gjendje ushtria ukrainase të rimarrë territoret. Kjo pastaj është e debatueshme sepse është shumë vështirë sepse minimalisht dikur thonë që është 1-3, po ende thonë që duhet 1-2 raporti forca. Jo, më shumë. Do më thënë forca sulmuese duhet të jetë 2 deri në 3 herë më e madhe sa e mbrojtja. Duhet të jetë mbi 1-3. Pra, mundësisht 1-4, 1-5. Sepse duhet patjetër të kesh e përsi. Të kesh e përsi. Ajo nuk është vetëm ajo ana numerike, po ka të bëjë edhe me moralin e trupa, ka të bëjë me fjalë, ju keni parasysh, një turm. Po, është më e rrezikshme se 2 veta. Dhe natyrisht që duhet, po këto janë ligjet e luftës. Në ligjet e luftës nuk mund të hamendësosh. Do zbatosh ligjet e luftës. Është shkencë si gjitha. Ishte një nga gafat që bën ushtria ukrainase që bëri me ofensivën e saj të 2023-shit, ndoshta në presionin politik të perëndimit, duke sulmuar gati në raportin 1-1? Shiko, ajo që arsyeja pse dështoi është se ushtria ruse u fortifikua dhe vendosi mina. Pra, natyrisht që ato kanë marrë gjithë arsenalin që ka patur Bashkimi Sovjetik. Dhe kanë mina nga më të ndryshme, mina kundër kremësorisë, mina kundër tanke, mina kundër kremësorisë jo të thjeshta, siç kemi pas vetëm ne që ishin me shkelje, por edhe akustike, edhe po magnetike. Po, dhe këto duke kuptuar që nuk ishin gjendje më të përparonin, u fortifikuan aty ku ishin, vendosën fushat minuara përpara dhe shumë vështirë. Dhe Ukraina besoi se këtu ishte gjithë problemi i saj. Fjalë, është shumë vështirë të ecësh në fushë minuar. Në qartë. Fjalë, të bësh një çminim, të hapësh shtigje. Por ke parasysh se ai forcat që kanë vendosur një fushë minuar përpara janë shumë komod dhe ato e mbrojnë edhe me zjarr. Po. Një shteg është më i kollajt për tu mbuluar me zjarr.